Një ngjarje e rëndë kriminale është shënuar të martën e 14 prillit në qytetin e Vlorës. Sipas policisë, një 30 vjeçar është kanosur dhe kërcënuar nga disa persona për t'i marrë një shumë monetare prej 30.000 eurosh. Ngjarja u zbardh pas kallëzimit të bërë nga 30 vjeçari me iniciale KS, i cili deklaroi se në një lokal në lagjen Pavarësia ishte kërcënuar nga 3 persona, të cilët dyshohet se mbanin edhe armë zjarri, me qëllim përfitimin e një shumë parash. Më pas, ata i kanë marrë automjetin tip BMZ, duke e mbajtur deri në dhënien e shumës së kërkuar. Gjatë operacionit policisë janë arrestuar 3 persona, shtetasit me iniciale AG, 26 vjeç, MB, 22 vjeç dhe MH, 29 vjeç, të 3 banues në Vlorë, si autorët kryesor të dyshuar për këtë ngjarje kriminale. Gjithashtu autoritetet policore kanë sekuestruar në cilësinë e provës materiale, automjetin që ishte marrë 30 vjeçarit, si dhe mjetin që kanë përdorur autorët për kryerjen e kësaj veprimtarie. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Vlorës për veprime të mëtejshme për veprën penale, shtrëngimi me anë të kanosjes ose dhunës për dhënien e pasurisë, kryer në bashkëpunim.